Përshëndetje. Ka ditë që ne ndjejmë se jemi në një mjedis toksik, pra çdo gjë është e hidhur dhe nuk jemi të lidhur, nuk jemi të qetë. Jemi të lodhur, por sërish ne rrim aty. Ne rrim në një lidhje dhe nuk e dim nëse partneri ynë na do më apo jo. Ne rrim në një shtëpi ku frymarrja na është bërë barë dhe nuk mund të marrim dot frym. Ne rrim në një punë që na shteron shpirtin. Po pse rrim? Kur e dim që kjo na vret pak nga pak. Nuk është se jemi budallënjo, as të dobët. Jemi njerëz dhe shpesh njerëzit më të fortë janë ata që vuajnë në heshtje më gjatë se sa shtuhet. Sepse neve na është mbjell një lloj shprese e cila na verbon. Do ndryshoj dhe do bëhet më mirë. Vetëm më duhet pak durim. Shpresa, ajo fjalë e bukur që na mësoni qysh të vegjël, bëhet shpesh pengesa për të shpëtuar. E shpresojmë aq shumë në ndryshim, sa harrojmë që vitet po ikin, shpirti po thahet dhe ne po zhdukemi dal nga dal. Sepse kemi frikë nga pasiguria. Ti mund të thuash, e di që nuk jam mirë këtu, por çfarë të bëj po u largova? Kjo frikë është reale. Të largohesh nga diçka, sado e dhimbshme të jetë, kërkon guxim të pastër. Sepse do të duhet të përballesh me boshllokun, me vetmin, me atë zërin që thotë mos bëre gjë gabim. Dhe truri yt, ai që do më shumë siguri se lumturi, do të thotë qëndrori aty, të paktën e dish të pret këtu. Ku do veshte e panjohura? Por pyetja që duhet bërë është, a ja vlen të dish ç'të pret, nëse është gjithmonë dhimbje? Sepse kemi frikë nga gjykimi. Dhe ai mendimi tjetër se po ta lë, të themi të hapur gjithçka, kam frikë se çfarë do të thonë të tjerët. U ndave? Po fëmijët. E le punën. Po ku do shkosh tani? Po ai nuk të rre më ç'ke. Durimi është vërtet. Bravo të qoftë. Edhe ne kemi kaluar keq, po nuk kemi ndarë. Na është ngulitur që të durosh është burruri. Të falësh është madhështi. Të sakrifikosh veten për të tjerët është dashuri. Por asnjë nga këto nuk duhet të thotë të lësh veten pas dore, të humbësh dinjitetin, të fshihesh nga vetja jote. Sepse kemi filluar të dyshojmë tek vetja. Mjedisi toksik nuk të lëndon vetëm me fjalë të ashpra. Të lëndon edhe me dyshime të vogla që të futen në mendje. Ndoshta unë jam problemi, ndoshta unë jam shumë i ndjeshëm, ndoshta kërkoj shumë, ndoshta. Dhe pa e kuptuar fillon të mendosh që faji është gjithmonë i yti. E shesa i rrezikshëm është ky mendim, sepse të pengon të largohesh, të bën të lutesh për pak dashuri, të bën të ndihesh fajtor kur je i trishtuar. Sepse ne kemi harruar sa vlejmë. Njerëzit që ndihen bosh zakonisht qëndrojnë aty ku nuk vlen shumë dashuria, sepse mendojnë që nuk meritojnë më shumë. Është tragjike, por e vërtet. Shumë njerëz nuk largohen nga një vend që i shkatron, sepse mendojnë se kaq i takon jetës së tyre. Këtu është vendi ku duhet të ndalemi dhe të pyesim. Po sikur të mos jetë e vërtet? Po sikur të meritosh më shumë? Po sikur të mos jesh vonë? Sepse kemi mësuar të duam dhimbjen. Sepse je rritur mes kaosit, grindjeve, tensionit. Atëherë paqja mund të duket e çuditshme, e frikshme madje. Ka njerëz që ndihen bosh kur nuk kanë një dramë dhe i mungon zënka, kërkojnë valën, kërkojnë atë dallgët, sepse s'kan mësuar si të notojnë në qetësi. Kjo nuk është dashuri. Është varësi emocionale dhe të shërohesh nga kjo nuk është e lehtë. Por është e mundur me ndihmë, me durim, me vullnet. Po çfarë mund të bëjmë? E para, mos e justifiko dhimbjen. Nëse të shkatëron, nuk është dashuri. Nuk është edukat. Nuk është ndihmë. Mos i mbulo sjellje toksike me fjalë të bukura. Nuk janë. Ato janë shkatrim. E dyta,
besoj ndjenjës tënde. Nëse diçka brenda te e vërtet, ik, largohu ose ndalu, dëgjoje. Trupi yt, zemra jote, instikti yt e di ku nuk je mirë. Prandaj mos e injoro. E treta, ndërto pak guximi. Nuk po të kërkon njëri të largohesh sot, në këtë orë, në këtë çast, po nis të mendosh për veten, të bësh plane, të gjesh ndihmë, të thuash unë dua një jetë tjetër. Ky është hapi i parë. Dhe ai hapi vlen sa një shpëtim. E katërta, mos e jetoj jetën për të tjerët. Të tjerët do flasin gjithsesi çfarëdo që të bësh. Do të gjykojnë edhe se nëse vdes për të qenë i mirë, por jeta jote është vetëm një. Dhe çdo ditë që e kalon në një vend që të shkatron, është një ditë që s'kthehet më. Në fund të ditës, mos thuaj që nuk e ke forcën për të ikur, e ke. Mos thuaj që është vonë, nuk është vonë. Mos thuaj që s'ke ku të shkosh, shpirti yt ka pritur vite që ti të japësh një tjetër streh. Po ndoshta edhe do qash. Do kesh net pa gjumë, do ndihesh edhe bosh. Por pastaj, do ndihesh i gjallë, do marrësh frym pa peshë në krahëror, do ndihesh që ke bërë zgjidhjen e dur të vetmen, që të shpëton, të largohesh nga ajo që të vret. E nëse kjo video të tingëllon si një përshkrim i jetës tënde, mos esht. Mos e shty, bëje një hap sa do të vogël, fol me dikë që të kupton, shkruaj një letër, mblit sa para anash, lexo më shumë, merr ndihmë. Sepse ti meriton më shumë për mbijetesë. Ti meriton një jetë që nuk ka nevojë të justifikohet. Miq, këto do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi, mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni të bëni subscribe për të marrë video që jetë në kanalin tim her pas here. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshi.